Ndarja nga jeta e Papa Franceskut ka sjellë një valë ngushëllimesh nga liderët më të lartë botëror, që kanë përkujtuar me respekt dhe emocion figurën e tij të jashtëzakonshme. Një njeri që frymëzoi miliona, u bë zëj të pambrojturve dhe simboli i paqes së përulësisë në mbar botën. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ishte ndër të parët që reagoi pas lajmit të ndarjes së tij nga jeta. Ai e përshkroi papën si një njeri të thjeshtë, gjithmonë pranë atyre që kishin më shumë nevojë, të vuajturit, të pafatët dhe të harruarit nga bota. Macron theksoi se trashëgimia e tij njerëzore dhe shpirtërore do të jetojë përtej kohës. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, i cili kishte pasur mundësinë ta takonte papën vetëm një ditë më parë, u shpreh thellësisht i prekur nga humbja. Ai kujtoi përvojën e takimit, duke thënë se papa ishte një burim i pashtershëm frymëzimi, sidomos në ditët më të errta të pandemisë globale, kur bota kishte më shumë se kur nevojë për shpresë. Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, e cilësoi Papa Franceskun si një figurë të shquar që do të mbahet mend gjatë nga e gjithë bota. Ajo e quajti atë papën e popullit dhe vuri në dukje marrëdhënien e ngushtë dhe të ndjerë që kishte ndarë personalisht me të. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, theksoi se ndikimi i Papa Franceskut kishte tejkaluar kufijtë e Kishës Katolike. Ajo e përshkroi atë si një njeri që shpërndante përulësi, dashuri dhe dritë, duke frymëzuar miliona njerëz të gjitha besimeve dhe bindjeve. Ndërkohë, presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, kujtoi me emocion buzëqeshjen e tij të ngrohtë, një buzëqeshje që prekte thellë zemrat e njerëzve në të gjithë botën, duke ofruar shpresë dhe ngushëllim në çdo takim publik. Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, shprehu trishtimin e tij të thellë, duke vënë në dukje rolin e jashtëzakonshëm të papës si udhëheqës shpirtëror global, ndërsa kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, e kujtoi Papa Franceskun si një njeri të ndjeshëm, të përzemërt, gjithmonë të përkushtuar ndaj të tjerëve. Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi, në një deklaratë zyrtare, vlerësoi përkushtimin e papës ndaj vlerave universale të paqes, dashurisë dhe dëmshurisë. Ai theksoi rëndësinë e figurës së tij në forcimin e dialogut ndërfetar dhe bashkëjetesës mes kulturave të ndryshme. Kryeministri i Holandës, Dick Schoof, e vlerësoi Papa Franceskun si një njeri të thjeshtë, por me ndikim të madh, i cili gjithmonë qëndronte pranë popullit dhe fliste me zërin e atyre që shpesh nuk dëgjoheshin. Po ashtu, presidentja e Zvicrës, Karin Keller-Sutter, e përshkroi atë si një udhëheqës shpirtëror të jashtëzakonshëm dhe një mbështetës të palodhur të paqes, që do të mungojë thellësisht në arenën ndërkombëtare.